Ranzat e Bushatit janë lënë në arrest të plot nga kreu aktual i komunës Zefila. Këto pohojnë vetë banorët të cilët masivisht kanë marrë pjesë në një takim në mbështetje të kandidatit të majt Gjokleshi. Entuziazmi ishte në nivelin më të lartë ndërsa në sallë kishte përfaqësues nga të gjitha familjet e ranzave. Ajo çfarë po bie gjithnjë në sy është pjesëmarrja shumë e gjerë të rinjve të cilët janë garancia fitores. Mesazhi i fitores është përcjell i qartë nga deputeti Tom Doshi, fjalat e cilit shumë herë u ndërprej nga brohoritjet e të pranishmeve. Ne do të punojmë tanë bashkë për me bë, si me kenë një familje me tri, me punë, me donator, edhe me punë vullnetare. Edhe unë vetë vi me ju. Pra do të bëjmë diçka si me kenë për shtëpinë tonë. Do na më dhënë ujë ranzave, është e tanëve ranza. Secili atu që ujë në shtëpitë vetë. Unë e di se jeni njerëz punës, shumë kanë jetuar jashtë, dhe ne kena mundësi me bë diçka çimuni mirë secili. Janë bashkuar majtë e djathtë. Na s'do ne bë ujë me gisht. Jo, po Pjetër Leku është socialist. Se kështu i kanë thënë Pjetrit. Pjetër Leku është socialist. Jo, po Roku është i PD-s. Ne tanë bashkë kena jetu, ne për dasë marrim bashkë, ne për fatkeqësinë bashkë, po pse mos me qeverisë bashkë? Pra për këtë keni besim se sa që kam marrë këshuat gjithat anërën, qysh se kam hyrë në politikë, që kam menu me realizu gjatë tjilë, do të realizojnë në Bashkinë e Vardejës. Jeni mësu me premtime, unë sem për e dy në burave që bëj premtime që s'mund i bëj. Banorët tregojnë për një mungesë të theksuar vëmendje të kreut Hila. Madje ata flasin edhe për hakmarrje personale të tij dhe të zyrtarëve të emëruar nga ai. Uji i pishëm, kanalet vadice dhe kulluese janë evidentuar si problemet më kryesore, ndërsa kandidati Gjokleshi ka siguruar zgjidhje të shpejtë dhe të plotë pas 21 qershorit. Kena pa disa investigime në ranza. I nga sjallë në kanale, jo ku ka ujë, jo ku ka presa të hapë në kanale, vadice dhe kulluse, dhe nuk e kena pa në asë një vend që kishte vu dorë pushteti lokal. Dhe për këtë ju siguroj, ju i keni pa dhe në kamerat e televizionit. Është skandaloze puna që ka ba komuna e Bushatit. Ai që sonde, i tham kandidatit Nikje, vazhdo pushimet se ne do ta marrim situatën dorë. Ne do ta ndryshojmë Bashkinë e Vardejës. Ndërsa mbështetësit e kandidatit Lleshi të majtë dhe të djathtë po shtohen nga takimi në takim, ata të kandidatit rival po bëhen për herë më të paktë. Në takime vërehet prania e gjerë të rinjve, prania të cilëve është besim për fitoren e kandidatit Gjokleshi me datë 21 qershor.